Do të flasim tani edhe për procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pak më parë ndoqëm konferencën e përbashkët për mediat të kryeministrit Rama dhe komisioneres për zgjerimin zonjës Marta Kos. Ne mëngjesisht do diskutojmë me zotin Ilir Aliaj, ekspert për çështjet e integrimit, pedagog. Zoti Aliaj, mirë se erdhët. Faleminderit, kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit ju. Sot mëngjes e mbyllëm me hapjen e grup kapitujve. Sa i rëndësishëm është ky i fundit? Bëhet fjalë për burimet, për koezionin dhe për bujqësinë. Po të shikojmë, se duhet të shikojmë pak buxhetin e Bashkimit Evropian. Rreth 28% e buxhetit Bashkimit Evropian e zë bujqësia. Pra që është ushqimi. Kryesorja, është kapitulli kryesor i Bashkimit Evropian. Dhe aty bujqësia ka një numër shumë të madh nën çështjesh po i quaj, dhe që ne duhet na interesojnë shumë. Që kur është bërë marrëveshja stabilizim asociimit, pra që kur është negociuar dhe firmosur, ne kemi qenë jo shumë të kujdesshëm, ose më mirë të them, do ta çoj pak më përpara, që kur jemi pranuar në WTO, në Organizatën Botërore të Tregtisë, ne kemi qenë jo shumë të kujdesshëm me çështjet e bujqësisë. Mund të kishim bërë shumë më mirë. Patjetër që po. Dhe nëse ju kujtohet, erdhi një periudhë ku mbaroi periudha e shkurtër e tranzicionit që kishim kërkuar me WTO-n, dhe ne kërkuam, sepse sapo kishin filluar të rikëmbën industrit tona agro-ushqimore, industria vajit, industria e birrës, industri të vogla, por të rëndësishme për ne, dhe kërkuam që të zgjatej përsëri tranzicioni, kur ne kishim firmosur marrëveshjen me Organizatën Botërore të Tregtisë. Këte nuk duhet ta bëjmë kur në nënshkruar marrëveshja stabilizim asociimit, përsëri nuk kanë qenë negociata shumë të mira. Unë uroj që tashmë qeveria shqiptare të ketë mësuar nga këto dy herët e para dhe të kalojë në një kërkesë për tranzicione pak më të gjata. Për kërkuar më shumë kohë. Po sigurisht, më shumë kohë. Çfarë do të thotë kjo? Jo vetëm që i le sektorit bujqësisë dhe të agrobujqësisë kohë për të ringritur me kushtet dhe standardet që kërkon Bashkimi Evropian, por në të njëjtën kohë, në bazë të deklaratës së 2017 së Dublinit, çdo vend që është në procesin e negociatave ka të drejtë kërkoj fonde. Këtë do pyesja. Çfarë ndodh gjatë kësaj periudhe tranzicioni, pra që kërkohet më shumë kohë për një sektor të caktuar? Kam shumë vëmendje financiarisht në atë sektor? Sigurisht që po. Sigurisht që po. E kanë vete europianet e kanë caktuar, ka qenë edhe më përpara, por nuk ka qenë kaq shumë e përcaktuar siç është në 2017-ën, që gjitha vendet që janë në procesin e negocimit për të bërë anëtare në Bashkimin Evropian, thuhet në deklaratën e samitit të Dublinit 2017, ka qenë qershor 2017, pra në atë kohë ne ishim largë, nuk e kanë bërë për ne ata. Ne kanë bërë për gjitha. Po, këto vende mund të përfitojnë fonde nga Bashkimi Evropian për kapitujt që po negociohet. Dhe në këtë rast, bujqësia jonë ka mundësi për të përfituar, ka nevojë për të përfituar fonde, sigurisht ka nevojë shumë. Ne, ju e dini, sepse televizioni juaj është televizion i biznesit, dhe ju e dini që 2-3 mujor të parë bujqësia shqiptare të këtij viti ka qenë me rënje. Dhe kjo është në rënje për 3 vite radhazi. Dakor, po them për këtë vit një herë. Po, për këtë vit po. Por, pra, dhe cila është problemi? Problemi është i subvencioneve shtetërore, sepse gjitha ne shohim që kanë subvencione. Rajoni ka më të larta. Rajoni ka më të larta sepse mos t'i hymë pa folur për vendet e bezë. Mos t'i hymë se kemi problemin i partreshit, që ne e dim, domethënë, dhe kjo është problemi më i madh. Zoti Aliaj, sektor tjerë përveç sektorit bujqësisë, mendoni se do të kenë nevojë për tranzicion për më tepër kohë? Sigurisht që është sektori i mjedisit, pra kapitulli i mjedisit, që është shumë i rëndësishëm, shumë i vështirë, sepse ka kostot është ndërlidhur me shumë sektor të tjerë. Me gjitha sektorët, me gjithë sektorët, ja, po të themi me bujqësinë, për shembull. Po.
është një nga pikat kryesore biles edhe tek bujqësia. Pra, sektori mjedisit, sot me qenë se do hapet kapitulli i zhvillimit rajonal. Ne e dim shumë mirë që Shqipëria ka problematika shumë të mëdha me zhvillimin rajonal. Një nga problematikat është që mungesa e këtij zhvillimi rajonal sjell gjithmonë më shumë largimin e qytetarëve nga këto zona që janë të varfra, dhe ose në Tiranë, Durrës, në qytetet kryesore, ose largohen jashtë Shqipërisë. Pra kemi një problem edhe demografik. Dhe zhvillimi rajonal në këto rajonet e varfra të Shqipërisë, pra periferinë e Shqipërisë, është shumë i rëndësishëm. Jo vetëm për të mbajtur qytetarët në këto rajone, por edhe për t'i dhënë atyre rajoneve atë që ato meritojnë, sepse fatmirësisht Shqipëria është një mrekulli e natyrës. Dhe kudo ku shkosh, nga veriu në jug, apo nga lindja në perëndim, kushdo gjen gjëra të mrekullueshme që mund të jenë shumë të mira për bujqësinë, por edhe për turizmin, agroturizmin e tjerë me radhë. Është nisën paketa e maleve që synon pikërisht të shpresojmë që realisht funksionojë ashtu sikurse planifikohet. Leturojmë. Kjo është një pjesë, po duhet tashmë që këto të jenë të standardizuara në bazë të kërkesave dhe të standardeve europiane. Unë uroj që kur është bërë paketa e maleve, tjetë bërë si tush duke pas parasysh edhe këtë hapjen e këtij kapitullit fundit. Zoti Aliaj, ne i hapëm të gjitha sot, por patjetër edhe kryeministri Rama e përgëzuan zyrtarët e BE-s, komisionerja KOS, por sa i rëndësishëm është mbyllja në kohë i tyre që afati e dim është 2027. Shiko, janë 33 kapituj, ne s'kemi mbyllur, kemi hapur, por nuk kemi mbyllur asnjë kapitull, është shumë e rëndësishme. Ndërkohë jemi në fillim thuajse 2026. Po, nuk e quajmë këtë vit, ky vit është mbyllur, domethënë. Pra na takon për 2 vite, ose të paktën kjo është afati që ka dhënë qeveria shqiptare. 2027-ën, qeveria shqiptare e thotë që ne do i mbyllim gjitha kapitujt. Unë uroj që t'jetë kështu, por është një punë e jashtëzakonshme. Vetëm për përkthyer aki komunitar, pra legjislacionin komunitar, dhe për ta zbatuar, pra vetëm përkthimi i tij janë 150.000 faqe. Kryeministri ka thënë që do përdorim inteligjencën artificiale. Por prap duhet dora syri njeriut për ta parë. Duhet syri njeriut, e para, e dyta ka një problem tjetër shumë të madh. Kjo është thjesht çështje teknike, kjo që them unë. Nuk është thjesht përkthimi. Përkthimi është çështje teknike. Mund ta përdorim inteligjencën artificiale, për fat mirë kryeministri ka njohje me sa di unë edhe personale me zonjën Murati, që është personi i parë. Dhe qeveria shqiptare ka investuar edhe 10 milion euro. Unë besoj që këto gjëra janë teknike dhe të zgjidhshme, por çështja është duhen zbatuar në Shqipëri ky legjislacion. 150.000 faqe. 150.000 faqe do hyjnë në legjislacionin shqiptar, duhet zbatuar. Duhet kemi parasysh edhe një fakt shumë të rëndësishëm. Se duhet punuar në gjitha drejtimet. A do jenë të ndërgjegjësuara organet e drejtësisë, sepse nesër ne do trokasim nuk e zbatuar këtë legjislacion për Shqipërinë. Pra, ai kapitulli i parë që u hap? Jo. Edhe për kapitullin e bujqësisë, edhe për kapitullin e zhvillimit rajonal, edhe për gjithë kapitujt e tjerë, nesër, nëse kemi një konflikt, ne do shkojmë tek organet e drejtësisë. Dhe a do jenë të ndërgjegjësuar, sepse duhet pra... A do jetë njëjti standard si me ato të Bashkimit Evropian? Po patjetër që do të jetë. Në qoftë se nuk do jetë ashtu, atëherë kushdo ka të drejtë të shkojë në Gjykatën Evropiane e Drejtësisë, që është në Luksemburg, dhe atje gjobitet shteti shqiptar. Pra kemi probleme tjera. Pra duhet... Çdo gjë duhet marrë jashtëzakonisht. Duhet një... Mbi 180 gradë duhet që të punohet në gjitha drejtimet. Pra unë mora sistemin e drejtësisë, po mund t'jenë organet ligjzbatuese, organet e ekzekutivit, organet e tjera të policisë, pra që duhet të zbatojnë këtë legjislacion. A do jemi në gjendje, pra mas 2027-ës kemi vetëm 2 vjet. 2 vjet. Kemi vetëm 2 vjet. Mas 2027-ës a do jemi në gjendje që ta bëjmë këtë? Unë uroj shumë që t'jetë kështu, e shoh të vështirë.
Duket, zotja Lia, sikur qeveria po e bën gjithë puna, po sikur qeveria si ka rënë mbi shpatulla, detyra për të bërë gjithë punën në lidhje me këtë proces të hapjes dhe të mbylljes së grup kapitujve. Bizneset shqiptare, qytetarët shqiptarë, kanë në dorë çfarë duhet bëjnë ata? Shiko, qeverisi bie bara kryesore, në fakt. Por, ky është një proces që duhet jetë gjithë përfshirës. Pra nuk duhet lënë mbrapa askush. Përmendem gjykatësit. Po këtu janë edhe bizneset. Pak para se të hyja në studio, po dëgjoja Ministrin e Financës, i cili po fliste për buxhetin e 2026-s. Problemi kryesor është që e para bizneset duhet që të informohen për çdo veprim të qeverisë dhe nuk është vetëm dalja e ministrit në një takim në parlament për raportuar për buxhetin. Organet e Ministrisë të Financave, taksave, gjitha me radhë, duhet të jenë çdo ditë në komunikim me biznesin, për t'i bërë të ditur veprimet dhe ndryshimet që ndodhin. Janë ndryshime që ndodhin dhe janë të domosdoshme sepse janë kërkesë e Bashkimit Evropian. Pra ne, kur negociojmë me ato, ne nuk negociojmë ndryshimin e akij komuniter. Ne negociojmë, gjëja e vetme që negociojmë ne është tranzicionin, periudha tranzicionit. Ne nuk negociojmë asnjë gjë tjetër, edhe paratë që do marrim prej tyre. Kjo është e vetmja gjë që negociojmë. Pra kjo është problemi. Pra atë duhet që gjithë, jo vetëm mora Ministrinë e Financave, po gjithë ministrit, gjithë institucionet, që nga pushteti lokal, deri tek pushteti qendror, pra niveli më i lartë, duhet të jenë në një kontakt të përditshëm me jo vetëm me qytetarët, por edhe me bizneset. Kush e marr barrën kryesore të zhvillimit të këtij vendi? Sigurisht biznesin. Ai është taksa pagues, ai punson. Kjo pra është, prandaj duhet të jetë e tillë pra një marrëdhënie reciprociteti. Sigurisht qeveria në këtë rast ka barrën kryesore. Por nuk duhet t'i lejmë jashtë vëmendjes dhe këto. Pra duhet ndar ajo barra që po vjen dhe ka ardhur, sot është mbyll. Ka ardhur pra në Shqipëri, topin na e kanë hedhë ne, tash luani dhe shënoni gola. Por kjo është pra në dorën tonë tashmë. S'ka më, Marta Kos e ka mbyll çështjen e saj, edhe Ursula von der Leyen, ato s'kan më asnjë problem me ne. Tashmë e kemi ne. Si mendohet të jetë ky proces, ose më saktë momenti i antarësimit për bizneset shqiptare, sepse nuk më kujtohet emri, por një ndër kompanitë më të mëdha kroate të përpunimit produkteve agro-ushqimore falimentoi pak vite pasi Kroacia u antarësua në BE. Dhe ishte një kompani gjigante, por konkurenca e tjerëve bërisht falimentoi. Në fakt, kjo kompania kroate ka pas edhe problematika të tjera, por është e vërtet kjo që thoni ju. Dhe unë do marr shembull jo Kroacin, po një shtet tjetër, dy shtete në fakt, që kanë hyrë pak para Kroacisë, Bullgaria dhe Rumania. Që të dy shtetet kanë qenë dhe janë përsëri shtete me një bujqësi të zhvilluar. Sidomos Bullgaria e ka pas bujqësinë shumë të zhvilluar. Çështja është që në momentet e para të hyrjes, në 3-4 vitet e para, edhe Bullgaria dhe Rumania kanë qenë net kontributor në buxhetin e Bashkimit Evropian. Pra nuk kanë marrë para më shumë, pra kanë dhënë më shumë. Po, kanë dhënë më shumë, kontribues neto. Po, dhe kjo, çfarë është kjo? Kjo tregon për mos përgatitjen paraprake, për para se të hynë në Bashkimin Evropian. Dhe kjo është ajo pse unë gjithmonë them që duhet me patjetër një bashkëpunim dhe një bashkërendim i çdo lëvizjeje të qeverisë. Fatkeqësisht duhet ta them nga jashtë që nuk e shoh shumë të afërt biznesin me qeverinë. Pra në konceptin jo për t'i bërë favore biznesit, por për ta angazhuar në procesin e integrimit evropian. Sepse ky biznes nesër duhet të ruaj standardin evropian. Në qoftë se ne duam të eksportojmë në Greqi, po marr Greqinë se e kemi afër, ne duhet plotësojmë standardin evropian. Në qoftë se duam të eksportojmë në Kroaci apo në Itali,
është e njëjta situatë. Ne mund ta kemi si produkt mirë, por duhet të vërtetohet me dokumenta që është i mirë. Po e kemi ma këtë vit, kemi pas probleme me produktet Mandarina, frutat. Po, perime. shikoj në mediat sociale, del një zotri, kam 60 ton mandarina, nuk mi merr askush, i kam shumë të mira. Psikologjike, po. Po sigurisht, sepse është çështja e imazhit pastaj. Kur në Poloni, në Gjermani, në vendet veriore të Europës, këto produkte mund shiten shumë mirë. Dhe këtu ka të bëjë shumë edhe Ministria jone e jashtme. Çfarë bëjnë ambasadat? Ky është qëllimi të mbajë ambasadat tona duhet të jenë në linjën e parë për eksportin. Ato duhet të jenë, ambasadorët shqiptar duhet të jenë në kontakt të vazhdueshëm me bizneset në vendet ku ato jetojnë. Për çfarë? Për eksportin e produkteve shqiptare. Duhet t'i bindin ato që këto produkte janë produkte që plotësojnë standardin evropian. Dhe ky është problemi, pra, ky është problemi. Diplomacia ekonomike që duhet ketë një rol të jashtëzakonshëm. Po, unë kam pas para disa kohësh një shokun tim të shkollës, i cili punonte për një vend afër nesh, punonte ambasador në Poloni. Dhe ai, unë e shikoja edhe në rrjetet sociale të tij, por edhe kam folë vazhdimisht me atë, ai ishte çdo javë në qytetet kryesore të këtij vendi të Bashkimit Evropian për të promovuar produktet e vendit nga vintaj. Pra, kjo është ajo që duhet bëjmë. Promovimi. Këto duhet bëjmë. Po. Gjithashtu dje darkë, Zoti Alia i hapi dyert, ishte edhe një ceremoni e zhvilluar me hapi dyert misioni i Shqipërisë pranë Bashkimit Evropian, është një farë ambasade. Unë do të thoja komunikon më afër. Unë do të thoja që është pak vonë kjo, ishte dashur të hape më shpejt. Ne kemi, ambasada jonë në Bruxelles ka luajtur rolin e gjitha, pra është marrë me mbretërinë, po them, e Belgjikës, pra me marrëdhënie dypalshe, është marrë me Bashkimin Evropian dhe pranë saj ka qenë atashuar edhe çështja e sigurisë, pra NATO-s. Unë do thoja që hapja e mbrëmshme është e vonuar, megjithatë më mirë vonë se kurrë, dhe kjo e rëndësishme është që të shtohet bashkërëndimi pra me ato, që të kemi kontaktet njerëz të specializuar atje, njerëz që janë vetëm për këtë punë. Ne në 2030, unë uroj që të jetë 2030, që të jemi antar në Bashkimin Evropian, ne duhet kemi, quhet Coreper. Pra, quhet Coreper është përfaqësuesi jon atje në Bashkimin Evropian, pranë Parlamentit, Këshillit dhe Komisionit. Dhe këto njerëz nuk duhet të jetë një Coreper, një zyrë Coreperi me dy veta. Duhet të jenë mbi një ekip shumë i madh. Pse një ekip shumë i madh? Sepse këto me të vërtet shteti shpenzon për këto, sepse i paguan rroga, qerat e shtëpive, etj. Por kthimi që duhet na bëjnë këta ne është shumë herë më i madh. Vendet fqinje, po marr Greqinë. Rajonet caktuara të Greqisë, unë kam parë në Bruxelles, u ktheva javës si shkoj nga Bruxelli, zyra e ishujve jonian. Financohet pra nga rajoni i Ionit në Greqi. Ka një zyrë atje me disa njerëz të cilët lobojnë për të marrë projekte, për të marrë fondet Bashkimit Evropian. Zyra e pirit të jugut, si që quajnë ato, pra me qendër Janinën. Edhe pjesa i gjeut këte... Gjithë pra, unë i kam parë vetë me sytë e mi, nuk është se po më tregon dikush. Edhe këtu, Zoti Alia, ambasada greke vitin e kaluar zhvilloi një panair për produktet pikërisht të kësaj të zonës rreth rrotulljes. Po marrim Greqinë, po gjitha vendet ka rajoni i Sicilisë për Italinë, Puglia ka zyrën e saj të përfaqësimit. Pra edhe ne kështu promovojnë edhe më mirë, promovojnë rajone. Po sigurisht, këto luajnë rolin e para të ambasadorit, pra të imazhit të Shqipërisë, por njëkohësisht të luajnë rolin edhe të atyre personave që tërheqin fonde, investime, por njëkohësisht bëjnë të mundur dhe koordinimin e bizneseve shqiptare me bizneset në vendin ku janë për të bërë
eksportet shqiptare, Pra janë shumë të rëndësishme, për atë thash edhe në fillim që më duket pak e vonuar. Duhet ishte hapur më shpejt. Patjetër. Zoti Aliaj, në lidhje me hapjen por njëkohësisht edhe rëndësinë e mbylljes, si mendoni se duhet përfaqësohet vendi ynë këtu për ta lidhur pak edhe me një deklaratë që kryeministri Rama bëri në mbledhjen mes dy qeverive, Shqipërisë dhe Italisë. Jemi gati, tha kryeministri, të heqim dorë nga vetoja, por të heqim dorë edhe nga vota, në mënyrë që një komisar italian të na përfaqësoj edhe neve. Shiko, kryeministri bën shumë mirë që bën diplomaci. Po. Por duhet kthehemi në realitet, sepse në 2009 ka hyrë në fuqi Traktati i Lisbonës, që mund ta quaj kushtetuta e Bashkimit Evropian. Këtu duhet përmend pak faktin që dy vende në referendume nuk pranuan atë që u cilësonte kushtetuta, dhe me njëherë erdhi Traktati i Lisbonës, që është pak a shumë copy-paste e asaj që ishte kushtetuta, prandaj quhet kushtetuta. Dhe këtu ka pas edhe një përplasje të madhe, në fakt. Kur po diskutohej hyrja e 10 vendeve në 2004, dhe po diskutoj kushtetuta njëkohësisht, pra draft kushtetuta ishte në diskutim, thuhej e njëjta gjë siç thot kryeministri, që do ketë 2/3 e vendeve antare në Bashkimin Evropian do kenë të drejtë të kenë komisioner. Pra, po them që ta shqiprojmë. Çfarë janë komisionerët? Janë ministra. Pra ministra. 2/3, dhe kjo do bëhet me rotacion. Gjithmonë kanë 2/3, por vijon rotacioni. Vijon rotacioni. Çështja diskutimi që u bë ishte i tillë. Irlanda ishte kundër dhe votoi 2 herë kundra që të mos bëhej zgjerimi me 10 vendet që hynë në 2004. Franca ishte kundra, sepse i takonte që Franca të meste pa komisioner, që është pak e jashtëzakonshme, sepse një ndër themeluesit. Është themeluesi, është vend shumë i rëndësishëm i Bashkimit Evropian. Dhe u ndryshua në kushtetut, pra në draft kushtetutën u ndryshua, dhe kështu vazhdon pra edhe në Traktatin e Lisbonës. Pra, këto janë çështje që dojnë një ndryshim nga vetë Bashkimi Evropian, nuk ka të bëjë me ne. Po, me dëshirën. Megjithatë, kryeministri bëri shumë mirë që e thate. Për të vënë në dukje qarë dëshirën e madhe të shqiptarëve për të hyrë në Bashkimin Evropian. Sepse nesër ne do kemi 6 flitë, me këtë situatë që është, Shqipëria do ketë 6 parlamentarë evropian. Që do jenë aty. Por, çështja është e komisionerit dhe e vetos, a mund të timbajmë ne? Kjo do reform brenda për brenda, reform ligjore pra, brenda për brenda Bashkimit Evropian. Ne nuk mund bëhet një amendim i Traktatit Lisbonës vetëm për ne. Sepse duam ne, megjithatë çështja e vetos, zoti Aliaj, sepse edhe diskutime ka pasur shpeshherë nëse duhet hiqet apo jo, sepse është përdorur nga disa vende, sidomos nga Greqia, nga Bullgaria së fundmi, me Shqipërinë, me Maqedoninë e Veriut, është përdorur si një mjet për të kërkuar mbase edhe më shumë se ç'realisht mund meritojnë. Duhet të trajtojnë ndryshe çështja e vetos. Shiko, këtë e ka filluar e para, e ka filluar kancelaria Merkel, e cila kërkonte, sepse në strategjinë e Gjermanisë, Shqipëria ishte që më herët që t'ishte antare. Por, e vazhdoi në fakt edhe kancelari Scholz, dhe sot ne shohim që Gjermania nuk ka ndryshim në këtë, për të hequr veton, sepse janë shumë pak vendime që në Bashkimin Evropian merren me unanimitet. Dhe një nga këto është pranimi i antarëve të ri. Dhe duhet sheshojnë gjitha mosmarrveshjet para se të futen. Pra, një nga këto pra është kjo. Është e mirë, sigurisht që është e mirë, por përsëri duhet ta bëjnë ato. Ne nuk kemi asgjë në dorë. Unë e përsëris edhe një herë. Kryeministri ka bërë shumë mirë që e ka thënë atë. Interesat e Shqipërisë me interesat e Italisë përkojnë shumë, pra nuk është se po shkojmë të një shtet tjetër në veri të Europës, për të mos përmendur emra,
Finlanda, apo Danimarka, apo ku da diun se kush. S'kemi lidhje. Po nuk Edhe nuk përkojnë janë interesat, nuk përkojnë interesat, dhe nuk është, por duhet presim se çfarë do bëjnë ata. Patjetër. Dhe për ta mbyllur bisedën, zoti Aliaj, realisht besoni duke parë punën që ka bërë deri tani Shqipëria dhe punën që duhet bëj deri në 2027. Mendoni se realisht këto dy objektiva do të arrihen 2027, mbyllen ato që duhet mbyllen, plus ato që do të kërkohet kohë tranzitore dhe antarësimin në 2030. Do të përgjigjem duke marrë një shembull. Në vitin 1981, Greqia bëhet antare e Komunitetit Evropian. Në atë kohë quhej komunitet, sot quhej bashkim. Po të lexosh raportin e Komisionit Evropian, ishte shumë i keq. Për antarësimin e Greqisë, po, ishte shumë i keq. Megjithatë, Greqia u antarësua. Jo vetëm u antarësua, po ishte në 86-ën, kur hyri Spanja dhe Portugalia, ishte pengesë për Spanjën dhe Portugalin, me diskutimin që bëm më përpara. Unë uroj shumë që Shqipëria dhe uroj që ta shoh shumë shpejt Shqipërinë në antarët Bashkimit Evropian. Kemi shumë punë përpara, pra Shqipëria ka shumë punë përpara. Fatkeqësisht duhet të them që kështu siç janë situatat, nuk i plotësojmë kriteret, por kthehem edhe një herë tek rasti i Greqisë, që ishte një antarësim politik, jo një antarësim në bazë të meritës. Dhe këtu uroj, më lejoni të them edhe diçka. Ju thash që isha javës që shkoj, isha në Bruksel në një takim shumë të rëndësishëm, ku mu tha hap tazi që Shqipëria do jetë antare shumë shpejt. E para do jetë Malizi, dhe i dyti do jetë, mas Malizi do jemi ne. Dhe duket edhe nga çdo konferencë janë shumë optimist zyrtarët e EBE-s, se sa zyrtarët shqiptarë, Kryeministri Rama në rastin konkret. Po se Kryeministri e di pak a shumë se çfarë e pret përpara, se nuk është thjesht është puna që duhet bëjnë. Po patjetër. 2028 tha një tjetër zyrtar, nëse nuk gaboj zoti Kosta. 2028 Maqedonia e Veriut, Malizi, falni, në 2028 do të bëhet antari i 28. Kaq para ka qenë kishim të paktën përshtypjen që mund të ishte një antarësim i dyve njëkohësisht Shqipërisë dhe Malizi. Shiko, para se të hyja këtu po mendoja, pse duhet të jetë Malizi para nesh? Po, pikërisht. Gjithë Malizi ka popullsi më pak se Tirana. Gjeografikisht 30.000 pagash. Më pak se Tirana ka. Gjeografikisht ne kemi fush, kemi edhe mal, sigurisht, ata nuk kanë fush me as i vend. Kanë Bregdet edhe mal. Kanë, po mirë, jo, po e marrë kështu, ne jemi vend më i madh. Pra, jemi shumë më të aftë nga pikpamja njerëzore, kemi njerëz shumë më të aftë se sa Malizi. Dhe kjo është ajo që pse duhet të jenë ato para nesh, dhe ky është problemi që pastaj duhet ta gjejmë brenda vetes tonë. Të shpresojmë që do ta gjejmë sot. Po unë uroj që kjo të jetë sa më shpejt, edhe për Malin e Zi, se nuk kemi një problem me ato, po edhe për ne. Kjo është e rëndësishme për ne të jemi atje të parë. Sa më shpejt jetë. Sa më shpejt. Zoti Aliaj, faleminderit. Faleminderit ju, gjithmonë kënaqësi.